Horoskopi ditor për ditën e nesërme, e hënë 7 tetor 2019. Filloj me shenjën e parë dashi. Mund të ketë më në fund të reja të rëndësishme për karrierën tuaj aktuale. Jeni të gatshëm për të çuar përpara propozime të cilat do ju lejojnë që të bëni përparime të ndjeshme në vendin e punës. Këshillohet që të tregoni më shumë kujdes për shëndetin. Demi, pritet të ketë të reja të rëndësishme, të cilat do t'ju lejojnë që të ecni përpara me projekte dhe disa nga aktivitetet tuaja. Edhe në dashuri, kjo do të jetë një periudhë mjaft e frytshme, ndaj mos jeni të ndrojtur. Binjakët, rishikoni më mirë vendimet tuaja të së kaluarës për të përpunuar strategji të reja lidhur me të ardhmen. Do të keni një intuit shumë të mirë, por duhet të mundoheni të mos lini mbasdore anën më strategjike të projekteve tuaja. Përgatituni që të përballeni me debate të vogla në lidhjen me çift. Gaforia, kjo është një periudhë shumë e mirë për të analizuar të gjitha projektet e kohëve të fundit. Do të jeni shumë të lodhur dhe për këtë arsye duhet të organizoni gjërat më së miri, pasi keni nevojë për të pushuar. Shmangni angazhimet e tepërta. Luani, në këtë moment duhet të mendoni më shumë për veten dhe nevojat tuaja kryesore. E keni lënë veten shumë pasdore dhe për këtë arsye duhet i kushtoni më shumë vëmendje. Në vendin e punës parashikohen konfirmime mjaft të rëndësishme. Virgjëresha, mundohuni të mos përfshiheni në çështje që nuk ju interesojnë, sidomos nëse gjatë ditëve të fundit jeni ndjer pak të lodhur. Ky është një moment shumë i mirë për të rikuperuar energjitë dhe për të pasur më shumë dëshirë për të bërë gjëra. Megjithatë, duhet të çliroheni nga gjithë ato situata që mund t'ju vendosin në siklet. Peshorja, kjo është një periudhë shumë e rëndësishme për të bërë ndryshime themelore në stilin tuaj të jetës. Shmangni ndjekjen e së njëjtës rutinë dhe mundohuni të përfshiheni në nisma të reja. Në dashuri do të jeni të përkushtuar dhe shumë pasionant. Erdhëm tek akrepi. Mundohuni të jeni më racional dhe të shmangni joshjen nga persona shumë tendencioz ndaj jush, pasi në këtë moment keni nevojë për më shumë qartësi, sidomos në dashuri. Në vendin e punës parashikojnë zhvillime mjaft të rëndësishme. Shigjetari, kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme për takime, sidomos nëse gjatë ditëve të fundit jeni ndjer të nënvlerësuar. Këshillohet që në vendin e punës të jeni më të përqendruar pasi një zgjidhje shumë e nxituar mund t'ju dëmtojë. Britsjapi, do të jeni shumë kurioz dhe të vendosur në vendin e punës. Këshillohet që të veproni me diplomaci në mënyrë që të arrini objektivat tuaja pa shpenzuar shumë kohë dhe energji. Ujori, në këtë moment, keni nevojë për të gjetur disa aspekte të jetës tuaj, të cilat mendonit se i kishit haruar prej kohësh. Një takim mjaft interesant mund të rizgjojë emocionet tuaja. Peshqit, mundohuni që ta lini mbrëmjen e lirë në mënyrë që të dilni dhe të kënaqni veten. Duhet të relaksoheni më shumë dhe të jepni vetes më shumë kohë për të qenë në paqe me partnerin dhe familjen. Kjo ditë favorizon ratisjet e vogla romantike.